Antigon është një pjesë pak e ndishme tani sa i përket edhe shoqënisë edhe familjes karshi personave, ta zëm, nëse Elvana është ndje e bullizuar, e paragjykuar, a është tendenca që personat të cilët kanë një nën vetdijen e tyre një problem shëndetësor, e ndjenë që dikush po i këshyr ndryshe si viktim, a ju shtohet pak kjo doza që edhe nëse na sillemi shumë mirë me ta, këta prapë thonë që jam këshyri pak si gjëna ose... Këtë ta them unë që po. Prej perspektivës personale vrihet, më falë që vrihet që në start. Unë për shembull e vrej një person kur e takoj për herë të parë nëse është politikan ose çfarë do lloj pozicioni, a është duke më pa me admirim për atë që jam, a është duke më pa si person normal, apo është duke më paragjyku. Më besoj që kjo vrejet në start, është ajo energjia që reflekton, unë për veti e kom vrejt. Antigon? Nuk është e letë me qenë ndryshe, ose me qenë me pas diçka që bjen sy, sepse është natyra jo njerëzore që she atë pikën e zezë në krejt fletën e bardhë. Dhe ndoshta kontakt i parë që njerëzit kanë me neve, kanë me na pa ato pjesë. Nëse unë kom vesh diçka që po bjen sy, që është ma ndryshe, ajo ka me ranë sy, ose nëse flokt nuk i kam të rregullt, ata ka me ranë sy. Gjithmonë bjen e keqja në sy, ose bjen ajo që është ndryshe, jashtë prej asaj kornizës që na jemi mësuar me pa bjen sy. Tash për personat cilët e kanë atë vështirësi, ndoshta është edhe ata thellën pa vetdijen e tyre e kanë gjithmonë një gjendje gatishmërie me pa qysh është unë pa tjetri, sepse prej ati kontaktit të parë krijohet edhe një marrëdhënie mes tjetrit. Ndoshta këta jam me fat në një farë mënyre se mbas të ati kontaktit parë ka me pa shumë për personalitetin e tjetrit me cilin kanë me u taku. Për mënyrës që çka ka me vrejt mas pari, që kanë me menaxhu shikimin e tyre, sepse ti mundesh me pa që dikush pas ka një vështirësi në lëvizje dhe kanë me të shku syt automatikisht ndoshta herën e parë që ti e sheh, po qysh ki me majt atë që kem, qysh ki me pas reagimet e tjera, qysh ki me respektu tjetrin, qysh ki me njoft kush është ai për te që asaj dukjes vet, flasin shumë për personalitetin kush jemi na pastaj. Kështu që ekziston një ndjeshmëri natyrisht e brendshme që e gatshme për me kur ti sidomos në kulturën tonë që vihen pak këto tmetat gjithmonë, po them tmetat të thojza, ti rritesh mandej me çati idenë që ato ka me pa mas pari njerëzit kur të shohin. Edhe është çajo tendenca je i sforcum konstant me pa qysh ato të kqyr, sepse çajo është kontakti i parë me tjetrin. Të lëndon ndonjëherë. Lëndohen shumë herë që ma morë fjalin. Këta lëndohen, unë kam në rrethin tem familjar, unë edhe vetë e di kur këm kalu ndonjë sfidë shëndetësore, unë me shumë qiltërsi e kam tregu, kam thonë jam përballë me këta, edhe i kam pa reagimin me njëherë të fytyrës kur të shohin pak si viktim. Nashta nuk e bojnë me një qëllim të keq. Po du me mbet edhe pak Antigon. Prej këti momenti kur e spjegove shumë mirë se si ndjen këta të gatshëm për me pa qysh po i këshyrëm, deri te momenti kur e folin, kur e bojnë publike, kur ma nuk kem shefin, a e kanë më të zbet tani ma që ndjesin e paragjykimit? Ka shumë rëndësi që personi me pranu vetën edhe me dasht vetën që është të shushim me gjithat mirat edhe tani e pranon ma shumë për mduket. Mandej një prej formave qysh me pranu vetën është kur ti je i lirë me thonë në publik. Kjo mandej të ndihmon që të procesin e pranimit. Do të thonë, ti e thu, për shembull, unë të njëjtën kom pas mbi peshë, edhe nëse kom pas kontakte me njerëz, kom vrejt sanin e parë, qysh po më shohin ata sa i përket mbi peshës, se gjithmonë ka qenë një koment për mbi peshën, pse je trash, do psoho, majnë i dietë ose të ngjashme. Do të thonë, ti duhesh me pranu, kur unë kam fillu mandej me rritjen time me pranu peshën, besomni që ka pas shumë pak komente. Edhe shumë njerëz mandej më kanë thonë ty s'më me të paramendu ma adopt. Po. A ka pas ma pak komente, a i ke një ma pak, se që to është diferenca. Se ka njëherë donë mini, ka njëherë s'donë mini. Kjo është një marrëdhënie e pandame me njëra tjetrën. Kur unë filloj me pa ndryshe problemin, edhe tjetri e ndjen që atë energji. Nëse gjithë vëmendja ime ka me qenë të probleme im, kur unë takohem me Sarën, Sara ka me pas vëmendjen të probleme im. Kur unë se kam atë vëmendjen, kontakti me Sarën, indirekt ka me ndiku që dhe Sara në këtë rast mos me pa. Kështu që ka tepër shumë rëndësi që njerëzit
në qëfar do situatat jenë, ose qëfar do vështërsie problemi që ata e kanë, me punu me vetën, me pranu vetën që ashtu që janë, me qenë të lirë edhe me qenë, mos me pas frikë, me jetu me të tjerët që ashtu që je totalisht i lirë prej komplekseve tonë. Shumë mire ke spjegu, sepse kjo është natyrshëm që rrjedh.